Parat nuk vinë rastësisht. 5 shenja hyjnë në një fazë vendimtare. Kjo video flet për para që nuk vinë nga fati i verbër, por nga vendime që duhet të merren me qartësi. Për 5 shenja zodiaku, hapet një fazë ku çdo zgjedhje financiare ka peshë reale. Disa përballen me një mundësi që kërkon guxim, disa me një test që ndan fitimin nga humbja. Këtu nuk flasim për premtime boshe, por për lëvizje konkrete që ndikojnë stabilitetin. Nëse je një nga këto shenja, mënyra si vepron tani përcakton drejtimin e javëve që vijnë. Bricjapi. Parat për bricjapin lidhen drejt për drejt me përgjegjësinë dhe strukturën. Në këtë fazë, një vendim financiar i marrë më herët fillon të jap rezultat konkret dhe kërkon menaxhim të kujdesshëm. Nuk është koha për shpërqendrim apo improvizim, por për konsolidim të asaj që është ndërtuar me durim. Në punë, një mundësi për rritje shfaqet përmes një projekti ose bashkëpunimi serioz. Kjo kërkon përkushtim, por sjell stabilitet afatgjatë. Financiarisht, është moment i mirë për riorganizim buxheti dhe mbyllje detyrimesh të vjetra. Emocionalisht, bricjapi ndjen siguri kur ka kontroll mbi financat. Kjo fazë e mëson se fitimi i vërtet vjen nga disiplinë dhe vizion, jo nga rreziku i shpejtë. Kur vepron me qetësi dhe përgjegjësi, parat fillojnë të marrin drejtim më të qëndrueshëm dhe të parashikueshëm. Luani. Për luanin, parat janë të lidhura me vlerën personale dhe mënyrën si paraqitet në botë. Kjo fazë sjell një test të rëndësishëm, të zgjidh stabilitetin mbi dëshirën për shpenzim impulsiv. Një pagesë ose shpërblim i pritur sjell lehtësim, por kërkon menaxhim të mençur. Në fushën profesionale, një mundësi shfaqet përmes një kontakti ose ideje që kërkon besim, por edhe llogari të qarta. Nuk është moment për të impresionuar të tjerët, por për të ndërtuar siguri reale. Emocionalisht, luani mëson se parat nuk janë mjet për vlerësim, por për stabilitet. Kur heq dorë nga presioni për të treguar më shumë se sa ka, financat fillojnë të balancohen. Kjo fazë shpërblen vetë kontrollin dhe qartësinë, duke sjellë një ndjesë fuqie të qëndrueshme. Binjakët. Për binjakët, parat lidhen me informacionin dhe zgjedhjet e shpejta. Në këtë fazë, një vendim financiar kërkon analizë më të thellë se zakonisht. Një ofertë ose ide duket premtuese, por duhet shqyrtuar pa nxitim. Në punë, komunikimi luan rol kyç në rritjen e të ardhurave. Një bisedë e saktë ose marrëveshje e qartë sjell përfitim, vetëm nëse shmangen premtimet e paqarta. Financiarisht, është moment për rregullim dhe kursim. Emocionalisht, binjakët ndihen më të qetë kur kanë plan të qartë. Kjo fazë i mëson se fokusi është çelësi i stabilitetit financiar. Kur energjia nuk shpërndahet në shumë drejtime, parat fillojnë të rrjedhin më rregullisht dhe me më pak stres. Akrepi. Parat për akrepin lidhen me kontrollin dhe transformimin. Kjo fazë sjell një përballje të drejtë për drejtë me realitetin financiar. Një situatë e paqartë kërkon zgjidhje të menjëhershme dhe transparencë të plotë. Në punë, një pagesë ose marrëveshje vjen pas një periudhe tensioni. Nuk është koha për rrezik të panevojshëm, por për pastrim dhe riorganizim. Financiarisht, mbyllja e detyrimeve sjell lehtësim. Emocionalisht, akrepi mëson të lëshojë kontrollin e tepruar dhe të veprojë me qartësi. Kjo fazë shpërblen ndershmërinë dhe guximin për të marrë vendime të vështira. Kur e bën këtë, stabiliteti financiar fillon të ndërtohet mbi baza më të forta dhe më të sigurta. Peshqit. Për peshqit, parat lidhen ngushtë me ndjeshmërinë dhe vetvlerësimin. Kjo fazë kërkon që të mos sakrifikojnë sigurinë financiare për emocione të përkohshme. Një mundësi shfaqet, por kërkon strukturë dhe kufi të qartë. Në punë, një përpjekje e kaluar fillon të japë rezultat. Financiarisht, është moment i mirë për rregullim dhe shmangje të shpenzimeve emocionale. Një ide kreative mund të kthehet në burim të ardhurash nëse trajtohet praktikisht. Emocionalisht, peshqit mësojnë se parat nuk janë në kundërshtim me ndjeshmërinë.
Kur vendosin veten në prioritet dhe veprojnë me përgjegjësi, fati financiar fillon të bashkëpunojë. Kjo fazë sjell më shumë qetësi dhe siguri për të ardhmen. Këto 5 shenja hyjnë në një fazë ku parat nuk vinë rastësisht, por si pasojë e zgjedhjeve të ndërgjegjshme. Universi nuk premton mrekulli, por ofron mundësi reale për ata që dinë t'i menaxhojnë. Shkruaj në komente shenjën tënde. Mbështete videon me pëlqim. Abonohu në Zërin e Universit. Shpërndaje me dikë që ka nevojë për këtë mesazh.